azgjësimi të gjithë armiqve dhe kundërshtarëve të profetit. Kushdo që e ka urryer profetin dhe nuk ka bërë tauba, është shuar, është shkatruar. Në përmbushje të fjalës së Allahut në Kur'an, inna shani'aka huwa al-abtar. Vërtet, ai që të urren ty është i shuar. Ai do shuhet. Të gjithë kundërshtarët e profetit, të gjithë armiqtë e tij kanë qenë të shumtë në Mekë, po dhe në vende të tjera, Medinë dhe të gjithë kundërshtarët e tij që s'kan bërë tauba janë shkatruar, kanë pasur përfundim të keq. Dhe ky është realitet. Kushdo që do ta urrej profetin, kushdo që bëhet kundërshtar dhe armik i profetit tonë sallallahu alaihi wasallam, do ketë përfundim të keq përveç nëse bën kthejs, përveç nëse bën tauba. Është e pamundur që ata të ndalin dritën e Zotit. Kjo është feja e Allahut, ky është i dërguar Allahut, ky është mesazhi i Allahut, dhe do përhapet tek njerëzit.